Do të Ministri i Shtetit Republikës Shqipërisë. Kontingenti 17 po ndër në arrestuar, ndër në arrestuar. Zëvendës komandi kontingjentit Togeruçi. Mirë gjëra gjithë. Ju sjell përshafime nga Shqipëria dhe me njohjen qeverisë shqiptare për popullin shqiptar për kontributin tuaj këtu. Ju na nderoni me prezencën tuaj sapo jeni takuar me komandantin dhe me shefin e shtabit të brigadës këtu dhe më shprehen falënderimet për rolin dhe kontributin tuaj në një mision tepër të rëndësishëm në një vend aleat antar të NATO-s Letonia, por në një pozicion gjeografik tepër të rëndësishëm gjeostrategjik në kushtet e reja të krijuara tashmë pas agresionit rus në Ukrainë. Kështu që jam shumë i nderuar sot jem këtu në këtë bazë, ndërkohë që ne gjithmonë përkujtojmë edhe dy heronjtë tanë dëshmorët, të cilët kanë qenë pjesë e kontingjentit shqiptar në Riga, në Letoni, Florian Tanushi dhe Darito Asana, të cilët sigurisht do të mbeten gjithmonë pa harruar për kontributin e tyre në kuadër të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë. Edhe njerë respekt dhe mirënjohje për secilin për jush edhe për familjet tuaja, sepse në këtë fundit familjet janë ato që tani e vuajnë më shumë detyrën e vështirë të ushtarakëve. Shumë faleminderit. Ta janë prodhim rus, janë gjetur palë gjatë përdorjes së trupit kontrolor, sepse ka qenë një poligon që ka qenë përdorur nga Bashkimi Sovjetik, por një pjesë e municioneve janë edhe që janë përdorur nga vendet e jona, vendet laterale gjatë stërvitjes dhe kanë ngritur pa plasur dhe është thyrë urgjia për t'i azësuar dhe për t'i kaluar në mënyrë të sigurt.